Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të rikthehemi për të zhvilluar një intervistë dhe për të komentuar gjithçka rreth kombëtarës, gjithçka rreth asaj arritje historike për ne, që arritëm për të parë në historinë në play-offin e botrorit, por njëkohësisht edhe për ndeshjen e nesërme, dhe ku ka më mirë se sa të bëjmë këtë analizë me një legjendë profesor të futbollit shqiptar në Sokol Kushën. Sokol Kusha është gjithmonë kënaqësi që të bisedojmë së bashku. Respekte. Atëherë, profesor, duam që ta nisim pikërisht te kjo arritje e madhe e Shqipërisë. Pasi ka mbaruar gjithçka, pasi kemi parë të gjitha që nga ajo humbje e Shqipërisë kundër Anglisë 2-0 dhe deri te kjo fitore me Andorrën 0-1. Sa të bind kjo Shqipëri se mund shkojë shumë më tepër se sa thjesht ai vendi i dytë dhe play-offi. Pra, ai kemi forcat reale për të kërkuar realisht botrorin. Shiko, në këto momente kur ju thoni sa të bind, nuk ka sens, pse ne jemi të bindur, gja jemi në play-off. Pa. Kjo është e ditur. Prandaj, ne mund të analizojmë ndonjë gabim, se fituesi nuk gjykohet. Thjesht, ne analizojmë. Do dhe duke ne analizuar 2-3 gjëra, ne ndihmojmë që të vej sa më mirë dhe sa më larg. Kjo është ajo edhe tema, edhe ideja që unë kam gjithmonë në qoftë se flas në për intervista. Kështu që ajo e para nuk diskutohet, ne jemi ekip i fort dhe të tua unë mos a them, unë do kënjej, ne jemi në play-off. Kemi një ndeshje me Anglinë që do të ndeshje luksi të lozësh kundër Anglisë është privilegj. Është edhe një luks për vetë lojtarët që do losin. Do shpalosin gjën më të mirë, do japin gjën më të mirë dhe do ta shikojnë miliona telespektatorë dhe do ta gjykojnë dhe çdo lojtar në këto ndeshje merr vlerë. Kjo është dhe në anën sportive, po dhe në anën menaxheriale të tyre. Por nuk duhet të tejkalojmë këto caqet e ndeshjes. Kështu që ndeshja me Anglinë ne na jep vlerë edhe si ekip dhe si shtet, po dhe në anën individuale. Sokol Kusha do të bëj një pyetje. Tani tema e momentit në Shqipëri është Armando Broja. Pse ka kaq shumë negativitet, kaq shumë zili, sikur të gjithë e kanë pritur këtë momentin që Broja të ishte kaq keq psikologjikisht për të dhënë atë goditjen e fundit, për ta thënë atë fjalën e keqe të fundit. A nuk është ky momenti që ndoshta ti mbajmë disa rezerva për ta ngritur lojtarin psikologjikisht? Shiko, diferenca e kohës. Sot njerëzit janë më të fokusuar tek Facebooku, tek mediat. Po, rrjetet sociale. Në kohën tonë nuk ka pas. Ishëm çik më pion në këto trajtime se takoheshim sy më sy me njerëzit. Dhe kjo ndofta ka sjell çik prishje të raporteve, të shijeve, se njerëzit kanë shije. Ca e duan, ca se duan, ca e presin, ca se presin, ca kishën përshtypje, po ju prishën tifozat çu janë. Po unë në këtë moshë mund t'jap unë e kam dashur atë si lojtar, më erdhi shumë keq për dëmtimin, unë mund ta quaj horror të Brojës. Nuk do të thënë se e kam dashur se dua. E kam dashur, e kritikoj kur ai, por unë e kam një kështu, si mund ta them, një thirrje. Ne atë djalë duhet ta ndihmojmë. Ai djalë nuk është 100 vjeç, ai është 23 vjeç. Pritshmëritë tona për atë janë shumë të mëdha. Unë kam një çiksi filozofike këtë, një si shpreh, ne jemi si punë e gladiatorëve. Futemi në arenë dhe gjithë njerëzit kanë dy shpreh, o këtë. Prandaj gladiatorët gjithmonë në jetën e tyre sportive duhet luftojnë që kjo të jetë gjithmonë kështu, jo kështu. Shumë njerëz dhe nga madhështia e Brojës, dhe nga ato ai kilometrazh i qetësi shumë shpejt pro ati, kanë filluar edhe ta mos ta duan në të kundërtën e asaj që e donin. Unë ati jap një këshill, si do që ta mendoj, punë
futbolist duhet ta uli kokën, duhet të demoralizohet, futbolli kështu e ka. Ka edhe momentet të bukura, po ka edhe momentet të vështira. Lojtarët e mëdhenj në momentet të tilla çfarë bëjnë? Punojnë të fishin që kur të futen të japin përgjigje të gjithë njerëzve atyre që janë në arenë, që të mbushin mendjen që unë ja ku jam dhe kurrësojmë ngrihem. Prandaj dhe ju gazetarët ose media e fusin çik në cep të ringut atë brojen dhe fillojnë edhe e boksojnë të gjithë. Kur ishte mirë broja, e boksuan, e puthën, e lëpin. Kurse tani që nuk është mirë, të gjithë duan të përfitojnë, qoftë edhe në ana negative e tij. Unë pas partia, unë vetë lojtar s'ka nevojë të shkoj projë, se kam kaluar para dhe goditit, kur kam qenë jam dënuar edhe nga FIFA dhe nga UEFA dhe nga Federata Shqiptare atëre. Jam dënuar nga gjitha anët unë, po nuk jam demoralizuar. Do thënë, to shëmujt e mi ati t'i vlejnë për të shikuar përpara se është 23 vjeç. 23 vjeç. Unë apitem kur të gjoj një ca mesazhe edhe ca thënie, apitem. Atë e konsideroj sikur është një 40 vjeç. Shokët e tij tani po fillojnë futbollin. Por ai ka dhe një gjë negative. Ai duhet të demoralizohet. Unë asnjëherë nuk jam demoralizuar në jetë. Unë çdo goditje jam 4 fishuar në stërvitje. Jam rregulluar, kam parë veten pasyri, kam thënë vetes pasyr, çfarë gabime bën, çfarë duhet të rregulloj që ata spektator, ata telespektator, dhe të gjithë dhe ata që më duan dhe ata që s'më duan, t'i kthej pro. Këtë duhet bëj proja. Kurse tjetra, ati po jepet mundësia. Unë nuk e di tani sa stërvitet, unë thjesht shikoj, e kam parashikuar që ai dëmtim të lë shumë mbrapa dhe to punë të 4 fishta, nuk e di. Këtu nuk e vë doktorën zjarr. Broja të vidje dhe çfarë jep vetes në pjesën para ndeshjes. Ne ndeshjen e shkojmë 40 minuta ose 45 minuta. Por nuk e dim çfarë bën ai tër javën, tër muajin, tër fazën preditore, sa ai përgatitet për atë 45 minutë të jetë në top formë. Kështu që ato i di vetë ai. Profesor, po mund të bëj një pyetje tjetër. Kur e pe atë fytyrën e Armando Brojes në atë lloj mënyre kur hyse jetrihte dhe koka që i mbetej mbrapa, pra gjithë ai përjetimi Armando Brojes, dhe ti me sa arrin ta kuptosh sepse ke luajtur vetë futboll. A është ky një moment ku Armando Broja mund të reflektojë për të kaluar atë fazën nga një adoleshent apo nga një fëmijë në thojza në një burr të rritur? Pra është ky momenti që mund të ndryshojë karrierën kur ai shikon veten, kur shikon të gjithë atë lojtarin që të gjithë presin që nuk korrespondon me lojtarin që është fushën e lojës. Mendon se i bën mirë dhe për ta shkundur kjo gjë, ky përjetim emocional? Jo, unë ta thash që më përpara. Armando Broja ka një fat që ati po jepet mundësia të shpalosi çfarë ka ai. Bajnë në një kur isha te Partizani, unë isha 19-20 vjeç, isha kalama. Se fëmijët e jetur gjithmonë bëjnë gabime. Problemi nuk është i fëmijës kur gabon. Problemi është i bashkësisë të futbollit, si të përkrajnë ty në ato gabime që bën. Po. Unë pata njerë, më dënuar njerë 9 javë për një gabim në Qemal Safa, pavarësisht se 3 javë bëra, por pash një distancim të gjithë instancave kashimeje. Tonë më abandonuan, më shanë 19-20 vjeç. Dhe unë shto mëngjes dhe shto tark, ishe një madhil, Panajot Pano ishe përgjesi për neve të Partizani, unë vejan 8 të tarkës në palestër, të atletikës. Dhe gjithë paraditën, pse i vura vetes qëllim, që unë në momentin e parë që do më jepet mundësia të los, unë do t'i bëj të gjitha njerëzit të mallkojnë veten që më kanë dënuar ose më kanë sharë, ose më kanë abandonuar. Kjo është e përgjigjja ime. Se dhe unë kam përgabim që jam unë, të gjithë kemi bërë. Se qa jemi ne? Shenjtor jemi ne? Po që proja, çdo mëngjes duhet shkoj veten
në pasqyrë, asnjë fytyrë tjetër, dhe do t'i thoj vetes, çdo mëngjes, çfarë bëra kapim tije, mos ta bëj sot. Dhe çfarë bëj sot, nesër të bëj akoma më shumë. Vetëm kështu ai djalë do rregullohet me veten, jo me të tjerët. Të tjerët të thash janë tek ajo arena e gladiatorëve dhe të presin dy shenja këtu. Një këtu, Po. këtu jemi ne. Kështu janë tifozat, sot të tuan, nesër të mbajnë, të shajnë, pas nesër të mbajnë në krah. Problemi më i madh është të vësh tifozat me veten. Ai e bëri këtë gjë. Ai ka fituar respektin dhe pa lozur akoma shumë. Imagjino sikur Broja të lozi shumë, siç e nisi. Po. Është si një biznes që kur fillon biznesin e ka klientelën. Broja e ka klientelën e tij. Ai vetëm nuk duhet të shkënjej, se shkënjejmi në këto raste është shumë më i madh se sa përfitimi, do thënë se do ngelet vetëm ai rrethin kusht. Unë jam në këtë moshë tani dhe kënaqem kur më respektojnë. Po. Dhe unë analizoj i bie që kam bërë një punë të mirë në fushë që mua njerëzit më respektojnë. Këtë duhet të ketë parasysh Broja. Dhe për ta mbyllur këtë çështjen e Brojës, nuk e din për nesër në ndeshjen kundër Anglisë, pret që Silvinho ndoshta ta qetësoj duke ulur në tribunë, ndoshta të ndryshoj krahun për ta lozur për të qenë ai në qendër të sulmit apo do vazhdoj po prapë që të jetë në krah apo në stadium. Do të çfarë pret nesër, sepse janë edhe disa persona të cilët po shprehin që Broja duhet të feston me patjetër me shokët e ekipit dhe mund të ketë një dënim në thënë. Po, mënyra është ko. Aty dhe Ronaldo, që është 40 vjeç, e shikojnë ca momente, po njerëzit nuk e kuptojnë emocionin e sportistit. Ai që janë sikur është fëmijë, 40 vjeç, dhe njerëzit thonë, pa i është butau, ai ka $1 miliard, ai ka $100. Jo, nuk e kuptojnë. Emocionet, njerëzit, sportistat i shprehin në forma të ndryshme. Armando Broja e shpreh në atë formë, Sokoli në formë tjetër. Problemi thelbësor është ndeshja me Anglinë. Ai duhet lozi. Pse duhet lozi? Që të rikuperoj veten e tij. Është një ndeshje që dhe ekipi kombëtar mund ta përdori, por unë nuk e di. Unë kam qenë dhe lojtar, dhe trajner, dhe drejtor. Problemi më i madh është komunikimi që bën trajneri, se të thash, ne jemi fëmijë, një moshë më e madhe, siç është e kupton se trajneri ka qenë vetë lojtar, e kupton qendje psikologjike, siç ka qenë vetë ai, se dhe ai ka marrë dënime, dhe ai ka marrë ndonjë goditje, se xhelozia ekziston gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Problemi që mua nuk më pëlqeu se tani edhe ka pa ca thënie që Aslani nuk jep topin, po Zuni Adhati, këto janë gjërat më negative që unë i dëgjoj nga gazetarët dhe në ndonjë pseudo specialist. Asnjëherë s'duhet futet kjo fryma që Aslani Adhati se ky Aslani i Projës nuk jep, jo. Në fushë secili është për mbijetesën personale dhe çdo njeri kur bën punën e vet quhet ekipore. Prandaj vetëm Broja duhet kuptojë një gjë, sa është i aftë, sa minuta mund të lozi në top. Për mua do gaboj nëse do të lozi 90 minuta, do gaboj. Ai çfarë fuqie ka, duhet të lozi 40 minuta, 50 minuta, 60 minuta, po të lozi 100%, pastaj të ngrej dorën presor, darim. Nuk duhet të mendoj që në jeti në fushë si një piket. Ai duhet të komunikoj me trajnerin e para, se dëgjoj prapë jashtë, jo Broja los aty, jo këtu, por edhe unë mua vini në, por ky djalë flet me trajnerin në stërvitje. Ky djalë flet me shokët që unë e dua topin kështu. Unë flisja me shokët, me Demollarin, me Lediopanon, me X, me Y, me Mirelin, me gjithë ata që kam losë. Ore zoti, i thosha Lediopanos ose shpëtimit Tomorit, Ilir Lames, i thosha unë e dua topin kështu. Në moment që të rikjem e dua unë, tani ky nuk i ka shok.
ky nuk ka trajner dhe të mund pas kam pas, ose shokët e mi Rakli, si qikte, dhe Rakli të vinde topi si që donte, mua si që doja, se se cili ka specifikën e vetë. Problemi madhor është ky djalë me trajnerin flet, ku duhet lozi, apo vetëm ne flasim. Të gjitha këto që tashun i thith vetë Broja. Ka komunikim me trajnerin, ka komunikim me shokët. Nuk dua ta ndëroj, as ta fantazoj, as ta mendoj që Broja që nga me mec me shokët dhe që nga pasy dhe pa mend me trajnerin. Me trajnerin ullet në trastëses, ullet në kodo, pi një kafe dhe thot çfarë ndjen, si e ka, si e do. Nuk jemi të baratë, nuk jemi robot. Robotët janë të baratë. Ne jemi njerëz, qenie umane. Unë e përjetë ndryshe, Broja ndryshe, X ndryshe. Prandaj të heqim dorë ato, sikur janë luftë në cilësa disa persona që ato nuk e ato jo. Unë përpara ndeshjes e planifikova. O pjesën e parë, o pjesën e dytë, duhet të loste Broja. Dhe shumë mirë që pjesë e parë dolin atë formë, se ka mundë si trajneri të rikuperoj gabimet që ka parë pjesë e parë, rregulloi pjesën e dytë dhe erdhi ajo ndeshje që ne fituam. Kush gabim? Dhe Broja duhet jetë koshient që nuk mund të lozë dot 90 minuta për momentin. Atë duhet ta kuptoj vetë ai, nuk është ulje tek ekipi kombëtar të lozësh, qoftë edhe 10 minuta. Nuk është turp. Mund të ndihmosh edhe me 2 minuta mund të ndihmosh. Edhe ca ndeshje që Broja bëri gol, nuk losin në 10 minuta. Pa man tregoj veten çfarë kish mundsi të bëj. Të flasim, kështu që po të analizojnë gjërat në këtë formë, unë them se secili lojtar do jetë më i mirë. Ndërkohë dua që të ndalemi pak edhe tek Ymir Uzuni. Gjithë ky produktivitet duket si Ymir Uzuni i rilindur, pavarësisht se sepse në logjikën e kampionatit duket se ka bërë një mbrapa sepse shkoi nga Granada te MLS-ja. Kush mendon se është sekreti i kësaj forme kaq të mirë të Uzunit që po rifiton dashurinë e tifozëve? Po, unë kam kohë që flas për Uzunin, nuk e kam takuar të më tretën ndonjëherë, po ka një respekt të jashtëzakonshëm. Pse? Shikoj formën e ndërtimit atij si njeri. Ai punon si ata njerëzit që kur i lë pa bukë, punojnë më shumë. Kur i lë pa stërvitje, punojnë prapë më shumë. Kur i lë pa lozur, prapë më shumë. Ai është tipiku atij lojtari që unë thash. Dhe ai çdo që në jetë i ka krijuar nëpërmjet punës. Po unë nuk mund të them pse Uzuni është dhe Broja ashtu. Se është ajo që thash, si janë robot, janë qenë njerëz me mentalitet, me karakter, me gjak, me pozicion geografik, me rritje, tjetri shritur andej, tjetri këtej, ka shumë specifika njeriu. E thash dhe kam dalë direkt në emision, që ka fol live me atë kur iku në Amerikë, jeta është ekonomi, po nuk do me thënë si iku në Amerikë dhe shumë veta e bënë sigur Amerika është delfina. është turp. Por unë kam një që të ka ideal, që ai është shumë luftarak. Ai është tamam gladiator. Unë e kam parë dhe kam shprehuar gjithmonë që ai ideal duhet lozi, pse është një motor në fushë dhe nuk ka vend pozicion të lozë. Ai është në gjithë ata vijën e fundit, është një njeri pa lodhur. Dërë momenti që ai ka këto produkte, ti do t'ja vjelësh. Kam thënë dhe gabim, por nuk e kam futur. Dhe trajnerat gjithmonë e kuptojnë me vonesë që Uzuni është një pjesë shumë motorike e ekipit në sulm. Tani, unë nuk jam trajneri i kombëtares. Unë jap një mendim për Brojën, për Aslanin, për Shehun. Nuk them të implikoj unë mendjen e trajnerit. Trajnerat kanë mendjet e tyre, kanë shijet e tyre. Për mua, Uzuni në këto momente është në top form dhe duhet të lozi. Pastaj puna e trajnerit është puna e trajnerit. Po si vendoset ku vendos njerëzit. Po jon, por shikohet
Shikoj, qendja fizike dhe Është një lartë, po. besoj mos kesh, duhet ta kuptosh që ai djalë, ai ka specifikat, ai për shembull në të kundërt me projën çfarë ka, sa më shumë kam përshqyqja o zoni, aq më shumë punon dhe ngrihet lart. Ndofta proja thyet, mërzitet, kalon Është më i brisht. kalon në veprime të tjera. Kështu që Po. ato se shfajon, është atë më Profesor, në mënyra se si ti e shikon futbollin, a ka një lojtar Shqipëria i cili nuk quhet i pazvancueshëm, ose më saktë kush është lojtari më i rëndësishëm te kjo Shqipëri që ti thua që ka ndërton apo është ai që po e ndërton suksesin, si më thënë. Kë do të veçosh mbi tjerët? tani dëgjojmë shik. Po fole me këto terma në futboll, to ka poshtë gjithë jetën. Se edhe Maradona dhe Ronaldo braziliani dhe Neymari dhe Messi totali nesër gjithë e kanë lënë i kanë lënë ekipet kombëtare, nuk ka vdek do ekip kombëtar. Spanja është më e madhe, Brazili po vetë e madh, Jeta vazhdon, po. absolute. Ne duhet të jemi brenda këtij konturit të tanishëm, se vitin tjetër mund të dalin dy lojtarë rriten. Po. Prandaj, ne flasim për këtë moment. Ky është momenti më kulminant i kombëtares tonë. Me gjithë gabimet që trajneri ka bërë, në moment që trajneri fiton, është tek ai grupi fitues. Unë të tash e pari, ne nuk e gjykojmë fituesin, ne analizojmë, ne shikojmë që më ndryshe gjërat. Më pëlqeu kur u futu zoni që presimu filloi lart, nuk fillon te mezi fushës dhe poshtë tjetër e ekipin. Janë ca gjëra që unë i konceptoj ndryshe. Ndofta Silvinho e koncepton, prandaj unë quhem Sokola, e quhet Silvinho. Tjetri quhet Tepardi, tjetri secili është në mundsinë e vet. Por, të flasim të tretën. Çfarë shikojmë janë arritje. Është Zoti na vret nëse ne këta njerëz nuk i respektojmë, por kur i kritikojmë nuk do të thonë që si duam. Kështu që mos më specifikohet lojtar. Strakosha e ka përshtypur. Tani me Hezetovën do të bëj një shumë të shpejt. Po. Strakosha ishte në dilem për me Berishën, por Strakosha e ka fituar vendin e tij. Mund t'i themi, kanë ngrënë shumë pa gola. Mbrojtja. Çfarë mund t'i themi kur faktet janë pro, kanë ngrënë shumë pa gola. Statistikat. Ekipi në sulm ka bërë gola, kanë defekte plot. Mua më ka pëlqyer shumë Sheu, lojtar shumë i mirë. Ramadani, unë e përmenda dhe para 3 ditësh, Ramadani është një lojtar i shkëlqyer që ka 3 javë në Itali, po del 2 javë njërë po, te Lecce ka dalë lojtari i javës. Më pëlqeu shumë. Është ky kemi Hoxhën, në qoftë se ndahet nga topi, pastaj unë nuk mund të flas për Aslanin, tani çka të them lojtari i ri Aslani. Duhet të jetë Aslani, Ysaj duhet të jenë, si mund të them, pjesa e pasamentit kombëtares. Do thënë, ata duhet të mësojnë të tjerët. Është një kampionat prestigjioz, se të lozësh me Napolin, Lazion, me Torinon, me Interin, është ajo shkollë. Kështu që ata duhet të jenë akoma më lart se ç'janë. Ne kemi shumë lojtarë të mirë, po nëse ata lojtarët bëjnë atë grupin, domethënë janë ca lojtarë që unë duhet i përbën se janë të mëdhenj tani, vajtëm viti që po losin. Të losësh te kombëtarja 50-60 ndeshje. Është diçka shumë. Edhe për ta mbyllur do doja që të bëj edhe një pyetje në lidhje me Silvinho. Kur Silvinho erdhi te Shqipëria, thanë erdhi braziliani. Kur Silvinho filloi me rezultatet e këqija në Ligën e Kombeve, thanë se u shqiptarizua dhe tani që po merr prapë të rezultate të mira, me siguri do të thonë që u tregua prapë Silvinho brazilian. Në sytë e tu, çfarë ndryshoi Silvinho nga ato rezultatet e këqija në Ligës së Kombeve
te këto rezultate shumë të mira në kualifikuesit e botrorit. A ka një ndryshim në qasje, a ka një ndryshim në mënyrën se si sillet, a ka ndryshuar pak në tipin e tij Silvinjo, çfarë lexon ti mes rreshtave në mënyrën edhe se si paraqitet ekipi? Shiko, po të marrësh gjithë ndeshjet e Silvinjos, në 10% Silvinjo është ai Silvinjo që erdhi thjesht me vazhdimin e punës, ai krijon një eksperiencë. Por ai nuk ka ndryshuar as edhe një gjë nga çfarë erdhi. Atë, do thënë, ato idet e tij ka shumë qarta, mënyra si sulmon, mënyra e frikës që mbron ekipi, do thënë, i jep çik ekipit atë dozën e frikës që ndjen ai ja transmeton. Edhe ekipi, po. Por ne do themi një gjë, kush ishte ndeshje që Silvinjon e kaloi në kati minus 3 poshtë, në katin e 8 lart, është me Serbin. Me vërtet, po. Në ndeshjen me Serbin, unë personalisht pash një vendosje të them pozitive. Ato vendosje që bën gjithmonë ai. Por pash një gjë, që se kisha parë disa ndeshje, do thënë 2-3 ndeshje më përpara, motivimin, shpirtin, gjakun, sakrifica që kanë bërë atë ndeshje me Serbin, ajo ndeshje nuk ishte nevojë për trajner. Ishin lojtarët që ngritën trajneri, se ca ndeshje është trajneri që ngërën lojtarët. Do thënë, unë shikoj te Italia motivimin që bën ka tuzba tek ekipi. Kurse ndeshje me Serbin, unë nuk dua ta paragjykoj trajnerin. Unë them që ekipi s'kish nevojë për trajner, dhe ata kanë lozur me shpirt, me gjak. Gjë e cila unë kisha parashikuar për ndeshjen partije. I thash, mos e nënvlerësoni ndeshjen me Andorrën, se to dëmtoni dhe ndeshjen me Serbin. Dhe fati që u pa i goli, se ne do ishim turpëruar me parasim. Pse? Se ka qenë gjysma e motivimit, e shpirtit, e gjakut të çdo lojtari në krahasim me ndeshjen me Serbin. Dhe unë, si ish lojtari kombëtare, si kapiten, si lojtar, shqiptari ka një defekt. Vetkënaqësia e shqiptarit është armiku më i madh i shqiptarit. Dhe ne e shpalosim me njerë të vetkënaqësi. E tregojmë. Unë nuk e di, mase jam unë gabim, po ne me Andorrën ishëm 30% e serbes. Ne sikur të losim me Andorrën sa me Serbin, duhet ishëm 4-5-0. Kemi një. Okej, shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me ty Sokol Kushta dhe uroj më të mirën për kombëtaren dhe të kemi rezultate të tjera fantastike në të ardhmen. Unë ju respektoj dhe ju falenderoj që japim ndonjëherë mendimet tona, shpalosim idetë tona dhe suksese kombëtare se inshallah në kampionat botror. Faleminderit.